Sa po shkova te lavazhi edhe më kishin nxirr gomat e motorit. I kishin vendosur nga ai vaj që i vendosen makinave. I thash pse I ke nxirr gomat e motorit? Po sepse më tha është diçka që e bëjnë gjitha, pse nuk dohet I nxija? Edhe ju futëm edhe njerë nga para që bëm lavazhin. Po mirë, unë dakord që e di se çfarë sill kjo nxirja e gomave. Po një person që sapo merr patentën, po se kuptoj pse duhet nxish gomat e motorit. Motori nuk është makinë. Makina I nxihet kuadrati jashtë për të dukur goma e re. Po motori është e gjitha gomë, është e gjitha hapësirë që shfrytëzohet. Po merrni qaf njerëz. Edhe ju që punoni në lavazh, mos e merrni përsipër të merrni pjesë në vdekjen e dikujt. Dhe ju që jeni të rinj, mos I nxini gomat e motorit. Nuk është motori makinë. Është absurditet.